Aleanca e Maqedonasve për Integrim Europian ka reaguar ndaj vendimit të qeverisë shqiptare për ndërtimin e 3 qendrave pritëse për emigrantët në Bashkim Postec. Sipas AMIE, ky vendim bazohet në aktin normativ për miratimin e planit kombëtar të kontingjencës për flukset e përzierja migratore 2026-2028, i botuar në fletoren zyrtare. Plani parashikon ngritjen e 20 qendrave pritëse për emigrantë në të gjithë vendin, në rast të një situate krize migratore. Aleanca e Maqedonase për Integrimin Evropian denoncon faktin se ky vendim është marrë pas një konsultim publik me banorët e komunitetit Maqedonas të Bashkisë Postec, pa përfshirjen e pushtetit vendor dhe pa dialog me aktorët lokal, duke shkelur rënd parimet e vetëqeverisjes vendore, transparencës dhe demokracisë pjesëmarrëse. Theksojmë se 3 zonat e parashikuara për ndërtimin e qendrave pritëse ndodhen Buzë dhe qendri të Prespës, ndërkohë që i gjithë territori i Bashkisë Postec është pjesë e Parkut Kombëtar të Prespës, një zonë e mbrojtur me rëndësi të veçantë mjedisore, kulturore dhe turistike. Për më tepër, Bashkia Postec është shpallur zonë turistike, ndërsa fshati Zërnosko është përfshirë nga vetë qeveria shqiptare në programin e 100 fshatrave turistik. Banorët e Komunitetit Maqedonas në Prespë nuk kërkojnë qendra pritëse për emigrantë, por investime konkrete në infrastrukturë, turizëm, bujqësi dhe zhvillim të qëndrueshëm me qëllim shndrimin e Prespës në destinacion të mirëfill turistik dhe ndaljen e procesit të shpopullimit të zonës. Hapja e këtyre qendrave e kombinuara me mungesën e plotë të investimeve shtetërore rrezikon të thellojë edhe më tej emigrimin e banorëve të Bashkisë Postec nga vendlindja e tyre, duke vënë seriozisht në rrezik ekzistencën dhe vazhdimsinë e komunitetit Maqedonas në këtë zonë. Aleanca e Maqedonase për Integrimin Evropian i kërkon qeverisë shqiptare heqjen e menjëhershme të Bashkisë Postec nga harta e parashikuar për ngritjen e qendrave pritëse për emigrantët, planifikimin dhe realizimin e investimeve konkrete në infrastrukturë dhe zhvillim lokal, duke marrë parasysh faktin se zona e Prespës është lënë pas dore nga të gjithë qeveritë gjatë 35 vitet e fundit. Sipas Aleancës Maqedonase për Integrim Evropian, këto qendra do të përdoren për emigrantë nga Afganistani, Pakistani, Irani, Siria, Libani dhe Gaza, të cilët e përdorin Shqipërinë si vend tranziti drejt Bashkimit Evropian. Partia theksoi se zona e Postecit është e vogël, me infrastrukturë të kufizuar dhe e papërgatitur për të përballuar flukse të tilla.